Afër me edhe kryetrajneri I skuadrës së Bashkimit, Coach Raovici really pushed you hard tonight. 40 minutes, high intensity of the game. They always had an answer for your game, and still, in the end, you got the win. What decided in the last minutes of the game? But first of all, congratulations to our team for the win, and also congratulations to Rakovici for a good performance. I think that for them this is the game where they cannot lose so much, so they really play on the edge of their possibilities. They kill the rhythm with alternative defense. They play zone, let's say 30 minutes, and this is this type of the defense when it works and you start to overthink, then you stay longer in the game, and this is something what's happened. And the most important is that we find a way in the last quarter to make connected stops and to execute some plays, even if we didn't shoot whole game on the proper way. Coach, in your game, what you think that you should fix and what you saw tonight that didn't go well? We cannot fix so much things because tomorrow we are traveling to Italy, and this is now a period to travel, talk, play, and get back. And this is something what the club and this group of the guys are facing first time, but it's at the end of the day challenging. Coach, good luck in the next game, especially on Italy. Hope you'll come back with the win. Thank you. Thank you very much. Ishte me kryetrajnerin e skuadrës së Bashkimit, shkurt për përmbledhje atë se çka tha, I përgëzoi skuadrën e Raovicit për paraqitjen, e përgëzoi edhe skuadrën e tij për fitoren, tha që skuadra e Raovicit tregoi një lojë shumë të mirë dhe nuk pati se çka të humbte, tregoi paraqitje të mirë dhe në 30 minuta luajti mbrojtje zonale, ajo e cila nuk ja lejoi skuadrës së tij të e shfaq lojën të cilën po e kërkonin. Pyeta se çka duhet përmirësoj tek loja e tij, tha që nuk kemi gjatë këtyre ditëve që të bëjmë ndonjë përmirësim, pasi nesër udhtojmë për në Itali në ndeshjen e radhës në kuadër të FIBA Europe Cup, dhe këto ditë do të jenë vetëm se ne do të bisedojmë dhe do të mundohemi të përmirësojmë gjërat. Kaq pra të nderuar shikues nga kjo ndeshje, unë juftoj që të vazhdoni me programin e pasur sportiv të Art Motion, ka unë Piana, natën e mirë.